Në orën 9:27 të mëngjesit me 24 mars 2015, një avion vendosi kontakt me qendrën e kontrollit ajror në Marseille. Ishte një Airbus A320-221 i operuar nga Germanwings në fluturim nga Barcelona drejt Düsseldorfit. Gjithçka dukej normale. Në orën 9:30, kapiteni përsëriti autorizimin e kontrollorit ajror, që e lejonte të vazhdonte drejt një pike navigimi në itinerar. Vetëm disa minuta më vonë, diçka nuk ishte në rregull. Qendra e kontrollit në Marseille pa se avioni ndodhej rreth 30.000 këmbë lartësi, afro 2.000 këmbë më poshtë se lartësia e planifikuar e lundrimit, dhe po vazhdonte të zbriste. Marseilla kontaktoi avionin dhe pyeti për çfarë lartësie ishte autorizuar. Nuk morën asnjë përgjigje. Gjatë 30 sekondave të ardhshme u bën disa përpjekje edhe 2 herë të tjera. Asnjë përgjigje. Në orën 9:34, kontrolli provoi një frekuencë tjetër. Sërish, heshtje. Nga 9:35 deri në 9:39 u bën disa përpjekje në frekuenca të ndryshme. Edhe mbrojtja ajrore franceze provoi të kontaktonte, madje edhe një avion tjetër. Asnjë përgjigje nga fluturimi Germanwings 9525. Në orën 9:40 kontakti me radar humbi. Kontrollorët francezë shpallën fazën e emergjencës, duke deklaruar se avioni dhe pasagjerët ishin në rrezik të menjëhershëm dhe kërkonin ndihmë urgjente. Në orën 9:41, fluturimi Germanwings 9525 u përplas në faqen e një mali, në Alpe. Çfarë ndodhi? Rrëzimi ndodhi në një zonë të thellë malore. Për shkak se nuk kishte akses rrugor, ekipet e emergjencës u transportuan me helikopter. Avioni ishte shkatëruar plotësisht. Zona e mbetjeve ishte e gjerë, por copat e avionit ishin të vogla. Regjistruesi i zërit të kabinës dhe regjistruesi i të dhënave të fluturimit u gjetën brenda javës, megjithse ishin dëmtuar rënd. Kur hetuesit bashkuan të dhënat, u formua një histori e një veprimi të qëllimshëm. Avioni ishte rrëmbyer, por jo nga terrorist. Le të kthehemi pas. Pasi avioni arriti lartësinë e planifikuar të lundrimit, kapiteni doli nga kabina në orën 9:30 për të shkuar në tualet. Ndërsa ai ishte jashtë, avioni pothuajse menjëherë u vendos për një lartësi tjetër. Në orën 9:34, kapiteni u kthye dhe kërkoi hyrje, por nuk mori asnjë përgjigje. Dera ishte e mbyllur. Teksa qëndronte përpara derës së kabinës, kapiteni filloi të kuptonte. Bashkpiloti kishte marrë kontrollin dhe ai nuk kishte asnjë mënyrë për të hyrë brenda. Pas vitit 2001, kabinat e pilotëve u modifikuan për t'i mbrojtur nga rrëmbyes të mundshëm. Për të hyrë, një antar i ekuipazhit duhet të telefonojë kabinën në intercom dhe të shtyp tastin përkatës në panel që aktivizon sinjalin brenda. Piloti mund ta kalojë kontrollin e derës nga normal në unlock. Ekuipazhi gjithashtu ka kode emergjente. Në rast shqetësimi, përdoret kodi emergjent që aktivizon një kohë matës 30 sekondësh. Pas kësaj, dera hapet për 5 sekonda. Por në situata si rrëmbimi, pilotët mund ta kalojnë sistemin në lock, duke bllokuar çdo akses emergjent. Dhe pikrisht këtë mekanizëm përdori bashkpiloti. Ai e bllokoi përfundimisht derën, ndërsa avioni filloi zbritjen. Kapiteni mbeti jashtë, pas një kontroll. Në orën 9:39, regjistruesi i zërit regjistroi goditje të dhunshme në derë. Kapiteni po përpiqej ta thyente, por dera ishte e përforcuar për t'i rezistuar sulmeve të armatosura. Ai kishte pak gjasa. Në minutat e fundit, pasagjerët, ekuipazhi dhe kapiteni e kuptuan se avioni po binte. Askush nuk mbijetoi. 144 pasagjerë, 4 antarë të ekuipazhit, kapiteni dhe bashkpiloti humbën jetën. Mes pasagjerëve ishte edhe një klasë tërë nxënësish që ktheheshin nga një ekskursion në Spanjë. Kapiteni Patrick Sondenheimer ishte 34 vjeç, babai i 2 fëmijëve. Pas tragjedisë, bashkëshortja e tij krijoi një fondacion në emrin e tij për të ndihmuar fëmijët dhe të rinj të përballen me pikëllimin dhe krizën. Ai kishte mijëra orë fluturimi dhe momentet e fundit i kaloi duke u përpjekur të shpitonte avionin.